Teatri Migjeni në Shkodër u shndërrua në një skemë festive dhe elegante me mbrëmjen gala që mbylli vitin 2025, ndërmendje, koncerti që bën bashkë emra të shuar të muzikës klasike. Sopranot Marigona Çerkezi dhe Ardita Meni ofruan interpretimet veçanta, ndërsa ndan skenën me pianisten Nikol Tuka, trombonistin Anton Guri dhe violinistin Ergi Papadimitri, i cili mbajti rolin e koncertmaestrit. Kjo mbrëmje u bë edhe më unike, nga kori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia dhe Orkestra Simfonike e Shkodrës, që krijuan një atmosferë magjike për të pranishmit. Mbrëmje shumë e veçantë, është hera e dytë që vi në koncertin e fundvitit që organizohet në Shkodër në ndërmendje dhe është kënaqësi shumë e veçantë të bashkëpunoja me maestrën Elda Laro, të cilën e falenderoj shumë për ftesën. Për mua është nder, gjithmonë është nder, sepse kjo orkestër përbëhet dhe nga profesor, nga të rinj, pra ka shumë të rinj të talentuar, pra ka shumë emocione, ka shumë vrull, ka dhe shumë profesionalizëm. Ishte një kënaqësi shumë e madhe që për herë të parë të interpretoja në Shkodrën e bukur, edhe me shumë kënaqësi e pranova dhe ftesën e zonjës Elda Laro, edhe të gjithë organizatorëve, edhe besoj që kaluam një mbrëmje shumë bukur, spaku ashtu ndjeva atë energjinë e publikut, edhe jam me të vërtetë shumë e lumtur që isha këtu sonte bashkë me ju. Përgjithësi edhe kënaqësi e veçantë edhe për mua që kthehem prej Gjermanie, për studimeve të mia, por si salla e teatrit normal nuk knihem në asnjë vend tjetër, edhe normal publiku më dhuron gjithmonë urësi, edhe ishte absolutisht një kënaqësi e veçantë. Jam shumë e nderuar dhe e privilegjuar sepse është hera parë në fakt për mua që prezantoj edhe këndoj në Teatrin Migjeni. Mama ime ka qenë gjithmonë pjesëtare e kësaj orkestre, gjyshën e kam shkodranë, kështu që për mua ishte diçka që e papritur si ftesë, po shumë e privilegjuar që Elda Laro ma bëri këtë ftesë. Mu duk sikur shkoi mirë, publiku shkodran nuk zhgënjen asnjëherë dhe uroj që ta përsërisim sa më shpejt këtë gjë, sepse teatri jep tjetër kënaqësi nga skenat e tjera. Dirigjimi i orkestrës ju besua dy artisteve, Elda Laros dhe Erio Dajës, të cilët krijuan një harmoni të përkryer mes orkestrës dhe solistëve. Mbrëmja gala erdhi në prezantimin e Evi Reçit, që në skenë solli interpretimin e këngës Ave Maria. Ndërmendje 2025 është filmuar e plot nga TV1 Channel dhe do të transmetohet në ditët festive.